mbrëma miq, sot në Familja 7 ne do të flasim për një temë që prek shumë njerëz, si të jetosh mes punës së përditshme edhe besimit të krishterë. I ftuar i ynë është doktor Melsi Seferi, mjek obstetër ginekolog dhe senolog, që prej 15 vitesh jeton dhe punon jashtë vendit, aktualisht në Zvicër, por që ruan lidhjen me besimin, familjen edhe rrënjet e tij në Shqipëri. Si është të mbash ekuilibrin mes përgjegjësisë së madhe profesionale dhe jetës shpirtërore? Çfarë mban të fortë një besimtar kur përballesh çdo ditë me sfida, dhimbje, por edhe mrekulli? Mirë se na erdhe, doktor Melsi. Faleminderit për ftesën tuaj. Është gjithmonë kënaqësi për të qenë në studion tuaj. Faleminderit, kënaqësi edhe për ne të kemi sërish në këtë studio. Sot do flasim pak për karrierën tënde në mjeksi, për besimin e krishterë, familjen edhe planet e tua për të ardhmen. Si more këtë orientim drejt mjekësisë, konkretisht drejt ginekologjisë? Faleminderit për pyetjen, është pyetje shumë e mirë. Mjekësia ka qenë më shumë dëshirë e prindërve të mi. Pasi mbarova gjimnazin, do të vendosnja çfarë drejtimi do studioja. Unë kam patur dëshirë për arkitekturë, por prindrit erdhën të dy dhe më thanë që ne kemi dëshirë që të konkurosh, se në atë kohë ka qenë me konkurs, në shkollë e lartë edhe për mjekësinë. Kështu që unë konkurova për 3 dekë, mjekësinë, arkitekturën dhe ekonomikun, dhe mora vetëm mjekësinë. Aty fitove ti, u plotësua dëshira e prindërve. U plotësua dëshira e prindërve. Dhe pastaj, si ndodhi më pas që zgjodhe specializimin për ginekologji? Pra je diplomuar në Shqipëri për mjekësi? Unë bëra në fillim specializimin për mjekësi familje në Shqipëri. Punova gjithsej 7 vjet bashkë me specializimin si mjek familje. Dhe pastaj për arsye familjare shkuam në fillim në Itali dhe pastaj nga Italia në Gjermani. Dhe në Gjermani fillova specializimin për ginekologji. Doja në fakt për ortopedi, por brenda 3 ditëve mora një përgjigje pozitive nga një spital obstetrik ginekologjik dhe ishte koha që unë sapo isha martuar. Edhe lindja e parë e fëmijës së parë la një përshtypje shumë të madhe tek unë. Dhe doja që edhe fëmijët e tjerë të isha unë personi që i priste i silte në jetë. Dhe prandaj më duk ginekologjia shumë dhe vazhdove ti në dhe vazhdova për ginekologji. Çfarë bekimi ke asistuar vetë aty në lindjen e fëmijëve të tu? Pra ishe edhe mjek edhe baba, si është kjo? Përgjegjësi e madhe. Po, në fakt gruaja ime më tha që dua që të kem një burr aty, jo vetëm një mjek, dua që të mbështetem psikologjikisht dhe në vendet perëndimore për 20-30 vitesh lejohet që bashorti të jetë prezent në lindje. Por është kënaqësi e dyfisht, sepse ti je personi i parë që shikon fëmijën tënd, ndërkohë që ti edhe je mësuar në lindjet e fëmijëve të tjerë, por që fëmia që lind aty është fëmia yt, përse ti personi i parë që e shikon, që e merr në dorë, është kënaqësi e dyfisht, është kënaqësi shumë e veçantë. Dhe si është të jesh baba i 3 vajzave, Melsi? Unë them fëmijët janë në shkolla më e madhe që ne kemi në jetë dhe ne mësojmë çdo ditë prej tyre, njësoj siç ata mësojnë prej nesh. Unë kam 3 vajza, janë 15, 13 dhe 11 vjeç, të 3 janë në moshën e adoleshencës tani. Dhe me shumë durim, me shumë durim dhe shqyr Zotit janë vajza shumë të mira. Në këtë moshë, në moshën e adoleshencës, adoleshentët ndikojnë shumë nga shoqëria e tyre, por lavdi Zotit ato kanë shoqe të mira, që ne njohim dhe familjet e tyre dhe përmes saj na ka dhënë mundësi që të njihemi dhe të krijojmë dhe miqësi me familje të tjera zviceriane, të cilat kanë edhe ato vajzat e tyre dhe përmes vajzave tona kemi patur mundësi që të krijojmë dhe një rjetë miqësore edhe në Zvicër aty ku jemi. Lavdi Zotit. Dhe unë i përshëndes 3 vajzat e tua, bashortën tënde Juli. Faleminderit. Shumë bekime dhe ndoshta në një të ardhme të afërt mund ta kemi dhe Juli në studio, tu kemi sërish së bashku, sepse kemi shfrytzuar këtë kohën tënde të qëndrimit në Shqipëri për të realizuar këtë intervistë, bekim, dhe duhet të thënë që edhe intervista e parë që realizuam për Tetorin Roz ka pasur shumë interes dhe impakt dhe është ndjekur mesazhi që keni përcjell doktor Melsi. Sepse nuk janë pak 15 vite eksperiencë, më shumë se 15 vite si mjek, apo jo, por jashtë Shqipërisë në klinika, në spitalet e specializuara, tani ideja që ne të duam për vete këtu në Shqipëri. Ti si e shikon rikthimin? Ne ndjejmë një farë detyrimi etik dhe moral, që së pari të vijmë atë që kemi mësuar ta
vendosim në shërbim të njohurëve tanë, të miqve tanë, po edhe të gjithë njerëzve në Shqipëri. Para se të iknim nga Shqipëria, ne thamë që ne do kthehemi dhe dëshirojmë që të kthehemi gradualisht, për shkak se fëmijët i kemi akoma në shkollë në Zvicër, por në shoqërinë tonë edhe në Gjermani, edhe në vendet perëndimore që ka edhe mjek të tjerë të krishterë që janë duke planifikuar për të kthyer në vendin e tyre në në Shqipëri. Unë para 2 ditësh të shtunën, para 2 ditësh pata një bisedë me një mikun tim, që edhe ai ka qenë një kirurg në Shqipëri. Është miku im i vjetër i shoqërisë, ne jemi që 3 vjeç kur kemi qenë. Tani ai ka punuar si shef vitet e fundit në një nga spitalet më të mëdhenj në Gjermani si shef për kirurgjinë vaskulare. Edhe mbaj mend që kur folëm, tha që nëse kthehet ose ka ndërmend të kthehet për shkak se ka 2 prindër që janë të moshuar në Shqipëri, tha që e di që ata nuk është se do jetojnë përgjithmonë, por që dua këto vitet e fundit i kaloj edhe me ta. Shkak se prindit nuk zvendësohen as edhe një. Edhe duke pyetur unë, çfarë mendon për Shqipërinë edhe kështu për kirurgët e tjerë që janë aty, ai gjithmonë flet mirë pozitivisht për mjekët në Shqipëri, po me sa thot ai me ato procedura që ai bën aty në Gjermani, mund të jetë ndër më të mirët në gjithë Ballkanin, domethënë, që kur të kthehet për këto operacionet e këtyre bën operacionet më të fundit që mund bëhen në Gjermani edhe në botë, kështu që ka edhe mjek të tjerë që po planifikojmë, edhe ne po shikojmë, jemi duke marrë hapa konkret për të kthyer. Për të rikthyer në Shqipëri. Dhe pse jo, një mjek si ti me eksperiencë të tillë na sjellësh në Shqipëri teknikat e mënyrat më të mira që ti ke marrë dhe ke Po, edhe Jezusi çfarë tha? Jezusi tha, ju do jeni dëshmitar të mi në Jeruzalem, në Jude, në Samari dhe në gjithë botën. Dhe ky është një parim që ai e ka për jetën tonë, pavarësisht profesionit që ne kemi. Ka njerëz që duan të shkojnë në gjithë botën pa bërë diçka aty në vendin ku ata janë. Dhe qëllimi im ka qenë që për të arritur diçka aty ku ti je, dhe nëse unë e bëj, kam arritur diçka, domethënë vendi i fundit që kam punuar, kam qenë drejtuesi i departamentit të ginekologjisë në një spital rajonal, domethënë. Spitali ka patur 2 spitale. Një spital të madh ka qenë shef dikush tjetër, por unë kam qenë drejtuesi i gjithë departamentit të ginekologjisë dhe kam punuar i pavarur. Ndërkohë që kam kryer shumë operacione ginekologjike, operacione të grave që kanë me kancerin e gjirit, shumë operacione ndryshme grave që kanë probleme me endometriozë, me problemet uroginekologjike, themi ne, me problemet e fshikzës, ujit të hollë, gratë që nuk e kontrollojnë dot urinën. Po thuaj se gjitha operacionet që mund të bëhen në obstetrik, ginekologji dhe në senologi kam bërë i pavarur. Dhe normalisht kur ti krijon një farë pavarësie, tani punoj për një viti, banoj në Bern dhe punoj në 2 spitale dhe në një klinikë private, që nuk është e imja, jam i punësuar aty, po punoj në 2 spitale dhe një klinikë private, kështu që atë gjë që unë arrita ta bëja tek spitali fundit që kam qenë, që punoja i pavarur, mund ta bëj në çdo vend të botës. Dhe normalisht vendi i parë që ti mendon, për shkak detyrimit moral edhe etik, është tek familja jote, tek Shqipëria, tek gjuha jote, tek njerëzit e tu. Kështu që prandaj edhe kam marrë në Shqipëri tani për tu marrë praktikisht me hapat e kthimit. Kjo është gjë e mirë sepse gjithmonë je përballë tundimit të punosh në klinika të tilla universitare ku vlerësohesh me praktikat më të mira. Dikush mund thotë pse çfarë do që kthehesh në Shqipëri. Po kjo është një gjë shumë bekim për vendin tonë. Doktor Melse. Unë jam besimtar i krishterë, kam njohur Jezus Krishtin kur kam qenë 14 vjeç, dhe edhe familja ime beson tek Jezusi dhe ne ndjekim Zotin Jezus familjarisht. Po ta shikosh, Zoti na ka krijuar ne në imazhin e Tij, e na ka thirrur që ne të jemi si ai. Dhe kur ai krijovi qiellin dhe tokën, thuhet që një ditë krijonte diçka, edhe tha, "O, kjo është gjë e mirë." Pastaj krijovi kafshët, tha, "Edhe kjo është gjë e mirë." Kur krijovi njeriu, tha, "Shumë e mirë." Dhe Zoti ka krijuar tek ne diçka që edhe ne në profesionin ton, kur bëjmë diçka dhe kthejmë kokën mbrapa, ne themi që o kam bërë diçka të mirë. Ky ka qenë motivi kryesor, ose është motiv kryesor tani. Në fillim motivi pse ne u larguam ishte për të mësuar më shumë, për të bërë një specializim të saktë ose të dur, ose një specializim jo se Shqipëria nuk ka qenë mungesa e teknologjisë në Shqipëri.
atëherë që e bota tjetër e ka, për shumë Gjermania është një vend me teknologji shumë të përparuar. Mbaj mend pas një viti pasi vajta aty, më pyet ky shoku im që tani po edhe ai po mendon të kthehet në Shqipëri, që është një nga kirurgët më të mëdhenj në Gjermani për kirurgjinë vaskulare. Edhe në atë kohë ishte kirurg i përgjithshëm në Shqipëri, më thotë shoku si duket ande, themun këtë teknologjia është shumë më ndryshe. Teknologjia është ajo që bën ndryshimin. Por kjo teknologji po vjen edhe në Shqipëri tani, edhe jetë një gjë që ne mund të kemi bërë në Gjermani ose në Zvicër, ne mund ta bëjmë edhe në Shqipëri, pra aq kohë sa varet gjërat sa varen nga ne, sepse për të bërë operacione shumë të ndërlikuara duhet të kesh dhe teknologji, duhet të kesh dhe duhet të krijosh një grup pune. Por çdo gjë është e mundur dhe qëllimi është që mbasi të kthehemi në Shqipëri, mbasi kalojnë disa viteve, ne kthehemi kokë mbrapa e themi kemi bërë diçka të mirë, kemi ndihmuar këta pacient, kemi bërë këtë gjë që kemi bërë në Gjermani ose në Zvicër, kemi arritur ta bëjmë edhe këtu në Shqipëri. Njësoj si Perëndia që Zoti tha, kjo është gjë shumë e mirë. Si është doktor Melsi të punosh në një ambient ku përballesh lindjeta, dhurata më e madhe që Zoti ka dhënë? Sigurisht që është satisfaksion kur vjen në jetë një fëmijë dhe ti je aty për të pritur këtë lindje, si doktor, je edhe vetë baba, dy herë i ndjeshëm për këtë pjesë, por është edhe përgjegjësi, besoj apo jo, njëkohësisht? Unë herë mbas here gjithmonë kam bërë këtë pyetje, edhe njeriu mëson çdo ditë nga puna e tij, dhe çfarë unë kam mësuar shumë lindje që kam bërë, vetëm në një spital, le të themi në Gjermani, spitali i fundit ku unë punova dhe përfundova dhe specializimin tim, mora pjesë në rreth 1000 lindje. 1000 lindje. Dhe herë pas here vjen ideja që është shumë e veçantë lindja, sepse nuk ka asgjë në mjekësi që ngjason me lindjen. Po jo vetëm në mjekësi, edhe në jetën e përditshme, lindja e një fëmijë është diçka, domethënë e pa krahasueshme, nuk mund të krahasohet me asnjë gjë tjetër. Në mjekësi është e veçantë sepse personi që vjen në spital është rrallë, vijnë persona që nuk janë sëmur. Zakonisht njeriu që vjen në spital është i sëmur, në këtë rast gruaja sa nuk është e sëmur. Është i vetmi operacion ku ti nuk heq diçka nga gruaja, por në fakt lind një fëmijë, kur bën një lindje me një operacion, diçka e veçantë. Pra ajo që mua gjithmonë më ka maknitur është që ky fëmijë që ka lindur, domethënë, mua ka lindur fëmijë nga gra gjermane, italiane, nga gjithë bota, afrikane, shqiptare, kosovare. Pa dallim. Dhe fëmia kur lind, shpesh kur unë mbaj në duar, them që ky fëmijë ka potencial për të bërë çdo gjë. Dhe kjo më ka rastisur në kohën kur para shumë vitesh ndodhi një dyndje masive emigrantësh nga Siria, nga vendet arabe për shkak të luftës në këto vendet arabe. Erdhën 2 milionë arab nga vendet arabe si emigrant të ligjshëm dhe të paligjshëm në Gjermani. Edhe shumë prej këtyre vinin dhe linin dhe ishte diçka e veçantë sepse ti kupton që ky fëmijë që ka lindur ka një potencial, si edhe një fëmijë, një familje gjermane ose zviceriane. Ky fëmijë që u mbaj në dorë tani mund bëhet president, mund bëhet mjek, mund bëhet avokat. Dhe kjo është shumë e veçantë. Sa më shumë vitet kalojnë në jetë, ne humbasim mundësitë. Kur ti je në fillim të fakultetit, kur ti mbaron gjimnazin, ti ke mundësi të zgjedhësh çfarë ti dëshiron, edhe varësisht të notave, aftësive tua. Por në çastin që ti zgjedh mjekësinë, pastaj ti e kufizon veten, ti do bësh mjek, domethënë. Edhe me kalimin e moshës, zgjedhjet në jetë kufizohen, kurse kur ti je sapo lindur, çdo gjë ti mund të bësh kriminali më i madh, mund të bësh mbreti më i madh, mund të bësh politikani më i madh. Ti ke edhe kjo është ajo që mua më ka maknitur shpeshherë, her mbas here që Zoti ma ka kujtuar që është potencial i pa kufizueshëm, ky fëmijë mund të bëhet çdo gjë. Vetëm ka mundësi, ka nevojë që të jepet mundësitë e duhura në dhe orientimin e duhur. Dhe për këta fëmijë që vinin nga vendet arabe, ishte mundësi e mirë sepse ky fëmijë kishte të njëjtat shanse në Gjermani që të lind, që të rritej, të arsimohet si një fëmijë gjerman, domethënë, dhe kjo ishte veçantia. Gjithashtu, si një mjek me shumë eksperiencë, jeni edhe i krishterë. Si e lidh punën me besimin? A ka lidhje besimi me mjekësinë, ose të paktën ti si e bën këtë ndërlidhje? Si ndikon në punën tënde? Për mua janë dy gjëra të pandara, sepse besimi ka lidhje me çdo fushë të jetës sonë. Më kujtohet kur kam qenë student mjekësie në vitin e 5, dhe ndërkohë që kërkoja Perëndin, Zoti më hapi sytë, dhe ne kemi nevojë në jetën tonë që Zoti her mbas here të hap sytë tanë, dhe kuptova që studimi që unë bëj në fakultetin e mjekësisë, librat e mjekësisë që unë lexoj, kanë po aq rëndësi, edhe ishte si revolucion në jetën time, sa edhe leximi i Biblës.
Kur unë ha Biblën, lexoj Biblën, unë kuptoj çfarë Zoti më tregon mua, çfarë vendime duhet marrën këtë ditë, pas një javë, pas një muaji, pas një viti. Ose më ndihmon të kuptoj gjërat që ndodhin përreth meje. Ndërkohë që kur unë hap një libër mjekësor dhe lexoj një gjë se si mund të trajtohet një sëmundje, se si mund të shërohet një sëmundje, Zoti do ta përdor atë gjë që unë lexoj kur unë dal si mjek. Kjo ishte çfarë unë kuptova kur isha student mjekësie, do ta përdor pas një viti, pas 10 vjetësh, por kjo gjë që unë lexoj do shëroj një person. Ka potencialin për të shëruar një person, dhe kjo më dha mua një bum shumë të madh, dhe një dëshirë shumë të madhe për të studiuar mjekësinë, ndërkohë që unë kur ngrihem në mëngjes, gjë e parë që bëj, unë ha Biblën, lexoj Biblën. Ne në jetë nuk është se heqim diçka, ti nuk ke nevojë të heqësh besimin tënd edhe të marrësh profesionin si mjek. Ti vendos gjëra mbi veten tënde, domethënë, dhe ti mund t'i shtosh asaj gjë, po themeli, gjëja e padukshme është gjithmonë marrëdhënia me Perëndin, domethënë, si kjo ndërtesë ne jemi, ka një themel, atë ne nuk e shikojmë, ne shikojmë vetëm muret, shikojmë se si është zbukuruar, por në fakt dhe në jetën tonë, për shembull, njeriu shikon çfarë ka arritur ai të bëjë, ose ai arrin të shërojë këtë sëmundje, ose arrin të jetojë të punojë në Zvicër, por në fakt themeli është jeta e lutjes, marrëdhënia me Perëndin, për çdo gjë që ne kemi bërë dhe vazhdojmë bëjmë. Ke pasur raste të vështira me pacientët tuaj që të është dashur të lutesh e ti thuash Zotit, Zot më ndihmova, jo si duart e mia, mbeko që ta bëj me sukses këtë gjë. E në fund e ke falendëruar? Po patjetër, po thuaj se çdo ditë. Çfarë ndodh është që në fillim si mjek i ri gjithë duan të operojnë, të bëjnë operacione, dhe me kalimin e kohës ti kupton që ka shumë operacione që janë shumë të vështira, që ti ndihesh në situata të vështira që ajo çfarë unë bëj, pa zë, do thjesht ngre sytë tek Perëndia dhe më Zot më ndihmo. Edhe në 100% të rasteve Zoti më ka ndihmuar, lavdi Zotit unë s'kam patur asnjë problem, do të thënë qoftë në lindje, qoftë në operacionin që kam bërë, nuk ka patur asnjë komplikacion madhor, nuk ka patur asnjë shumë bekim, sepse ne harrojmë ndonjëra të pozicionin e mjekut. Dhe atë çfarë ndodh është që Zoti jep urtësi, Zoti jep urtësi dhe në një çast caktuar ty të kujtohet, sepse gjatë një operacion, le të themi një lindje me operacion, mund të ndodhë që ka shumë hemorragji aty. Dhe ti duhet të jesh shumë i shpejt, për pak sekonda, maksimumi 1 minutë, 2 minuta është maksimumi që ti ke, ti duhet ta ndalosh hemorragjin, domethënë, sepse gruaja mund të humbas në 1 minutë 2 litra gjak për shembull, gjatë një lindje me operacion për shembull. Dhe Zoti të kujton që para 5 vjetësh, 10 vjetësh ti ke asistuar, ti ke qenë ndoshta student ose mjek në specializim, po ti ke asistuar në atë lloj operacioni dhe është si një vetëtim në një çast të caktuar, edhe ti të kujtohet se ai mjeku e ka zgjidhur në këtë mënyrë. Dhe ti je vetëm aty në mes natës, ora 3 e mëngjesit, duke bërë një lindje me operacion të vështirë, edhe ti e bën atë gjë dhe çdo gjë shkon mirë. Domethënë, edhe kjo është domethënë varësia ndaj Perëndisë. Shumica e mjekëve e zgjidhin në mënyrë të ndryshme, duke sharë gjithë njerëzit që janë përreth, qoftë në sallë, duke mallkuar, sepse e nxjerrin stresin ndaj të tjerëve, ndërkohë që Zoti thotë vetëm kërko ndihmën time, dhe kur ne themi Zot më ndihmosh si Pietri aty në mes të ujit, që Jezus i zgjati dorën dhe ngriti nga ato dallgët që po përpiqeshin, kështu që Zoti nuk na le as edhe një herë. Si e ruani atë marrëdhënien tuaj me Zotin, ndoshta jetën shpirtërore atje, megjithëse s'ka rëndësi, Zoti është njësoj, kudo i njëjtë, si në Gjermani, si në Shqipëri, mjafton ta kërkosh dhe të kesh një marrëdhënie me të. Frekuentoni një kishë në familje? Po ne shkojmë familjarisht në një kishë të ngjashëm me kishën që ne kemi qenë këtu, është një kishë në Bern, ka rreth 1000 anëtar, ndoshta është kishë relativisht e madhe. Dhe ku ndjehemi mirë është kishë ndërkombëtare dhe ndërkohë që unë e them jetesa jashtë shtetit është 10 herë më e vështirë se sa në Shqipëri. Dhe Shqipëria ka ato budallëqet e saj, që unë i them budallëqet e Shqipërisë, por ande është 10 herë më e vështirë. Dhe ato vështirësi që ne jemi hasur na kanë afruar ne me Perëndin. Në fakt vështirësia, nëse ti kërkon Zotin, të afron ty edhe ti shikon shumë herë më tepër lavdinë e Perëndisë. Dhe pastaj kur ti ke arritur të bësh diçka të mirë aty në atë vend, ti mund ta bësh në çdo vend të botës. Zoti tha shkoni dhe jeni dëshmitar të mirë në fillim në Jeruzalem, në atë vend kur ju jeni, pastaj nëse ju e bëni në Jeruzalem, shkoni në Jude, mund shkoni në Shqipëri, mund shkoni në vende të tjera dhe në gjithë vendet e botës. Por për te suksesit besoj ka pasur dhe sfida që kur shkove për specializim, përshtatja, gjuha, të shkosh të punosh për herë të parë në një spital. Ndoshta kujtoj edhe atë operacionin e parë që të është besuar
Se ne këto i harrojmë shpeshherë, megjithëse në fund. Sfidat më të mëdha janë sfida shoqërore, për shkak sepse ti për panit tënde ti je huaj në një vend tjetër dhe kudo çdo vend ka racizëm, edhe brenda një vendi. E ke ndjerë ti këtë në spitalet atje? Po, patjetër, je ndjen se ti në përgjithësi në fillim gjithmonë trajtohesh si një person i shkallës së dytë, ti nuk trajtohesh gjithmonë i barabartë me vendalinë që janë aty. Që janë mjek aty. Po, pastaj ndërkohë që ata të njohin, shikojnë se si ti punon, normalisht ti duhet punosh, unë kuptova këtë që në fillim duhet punoj 2 herë më shumë se sa kolegët e mia në fillim për shkak të gjuhës. Si gjuha gjermane nuk mësohet dot brenda një çast. Vështirë. Dhe duhet punosh më shumë se sa të tjerët, ndërkohë që ti bën njëjtën punë me tjetër cilësi, po thjesht për shkak se ti nuk je gjerman, ti nuk trajtohesh në mënyrë të barabartë. Edhe pak duhet luftuar në kuptimin e mirë të fjalës, duhet kërkuar të drejtat e tua, ndërkohë që më vonë, ndërkohë që njerëzit ty të njohin, fillojnë të trajtojnë gjithnjë edhe më në mënyrë të barabartë. Por ata që nuk të njohin në shoqërinë ku ti jeton, ti je gjithmonë klasë dytë, nuk je. Dhe kur ti ke jetuar gjithmonë në Shqipëri në vendin tënd, nuk e ke ndjerë ndonjëherë. Unë mbaj mend vetëm një herë në një spital kur bëja specializimin për mjekësi familje në spital, te qendra spitalore universitare në Tiranë. Ishte një mjek nga Tirana që më tha mua nga jeti, nga cili katundi i Shqipërisë jeti, unë i thash nga katundi i Korçës. Edhe gjithë qeshën domethënë. Edhe këtu ka patur pak, po jo aq shumë sa ti përballesh me atë lloj racizëm domethënë. Por që ti e kalove me shumë sukses atje, derisa ata kur pan se kush është doktor Melsi, sa profesionist është, pastaj si thirrnin doktor Melsi. Po, 99% e pacientëve që unë kam janë zviceriane. Do të thotë që me hir të Zotit ne kemi punuar shumë edhe punojmë mirë në mënyrë që, por nëse ato kanë mundësi të zgjedhin të shkojnë në një mjek zvicerian dhe në një mjek i huaj, normalisht do shkojnë në fillim te një mjek zvicerian. Dhe kudo që un kam patur shumë punë dhe do të thotë që Zoti është ai që na ka ngritur lart, ai që na ka bekuar. Dhe sidomos te mjeku ginekolog, do të thotë çdo grua që vjen tek unë në përgjithësi është pak ekzaminim intim, duhet shumë besim dhe që gratë zviceriane ta arrin këtë gjë, do thotë që gjëja më e madhe që njeriu mund të durojë ty në jetë është besimi i tij, ne nuk është se u besojmë njerëzve. Ju mendoj që kjo ka qenë vlerësimi më i madh prej tyre, ndërkohë që në anën shoqërore njeriu krijon atë jetën e tij familjare, në përgjithësi ande punohet shumë, minimumi është 10 orë çdo ditë të punë. Në kohë që unë kam bërë dhe shërbime në spital dhe kam qenë gati 200-300% i përkushtuar në punën time në punë. Mungon jeta shoqërore që është në Shqipëri. Ne erdhëm për rreth 2 javë këtë verë në Shqipëri dhe unë ndjem shumë mirë, takuam aq shumë miq në Shqipëri sa që s'kemi takuar këto 15 vjet. Në anën tonë shoqërore ande nga kemi qenë. Dhe unë njoh edhe një çift shqiptarësh, burri është mjek, që edhe ata kanë rreth 10 vjet, ndoshta më shumë në Gjermani, që edhe ata për çështje shoqërore duan të kthehen në Shqipëri, për shkak se mungon kjo shoqëria ana shoqërore, sepse ne jemi qenie shoqërore dhe është diçka që nuk mund ta zvendësosh edhe miqsinë. Unë i them dhe gruas time, Julianës, që kam dhe grua dhe shok. Normalisht burrat kanë nevojë për një shok që të shkojnë të pinë një birë ose të pinë diçka. Kur të na kthehesh, kështu që kjo është një nga arsyet që ne edhe po shikojmë që të kthehemi tani. Edhe kur na kthehesh tu, ne do bëjmë një intervistë apo stafat që doktor Melsin e kemi në Shqipëri, në filan vend, se shumë bekim. Rosh, faleminderit. Për shkak të eksperiencës që ti ke marrë dhe do të na sjellësh praktikat më të mira. Për ta përfunduar këtë intervistë, do doja shumë të ta vazhdonim bisedën, se ka shumë gjëra interesante për të dëgjuar nga ti si mjek, cili do të ishte një inkurajim për të gjithë ata të rinjt që janë mes jetës tyre, mes besimit, mes karrierës, për të gjetur ekuilibrin e duhur, për të bërë planin e Zotit në jetën e tyre. Këshilla ime dhe inkurajimi im është që hapi parë është më i rëndësishëm, sepse nëse ti je në një udhë kryqi do vendosësh çfarë drejtimi do bësh dhe besimi tek Perëndia duhet të jetë gjithmonë hapi i parë. Ne në çdo vendim që marrim, ne shkojmë tek Perëndia dhe kërkojmë vullnetin e tij, sepse ai është Ati ynë qellor dhe ai ka një plan për jetën tonë. Ai ka shkruar për gjithë secilin nga ne një libër në qiell dhe ne jemi këtu për të përmbushur atë roman që ai ka shkruar për jetën tonë. Kështu që ai e di më mirë se sa ne cila është më e mira për jetën tonë. Nëse ne fillojmë çdo gjë me Perëndin, ai thot frutat e para i takojnë atij.
Kështu që çdo vendim madhor para se ti të marrësh një jetë, shko tek Perëndia dhe shiko çfarë modeli ka ati Perëndi për ty. Pastaj gjërat e tjera, ajo duhet të thënë themeli i kësaj shtëpi ose boshti i jetës tënde. Do të shikosh që me Perëndin çdo gjë është e mundur. Çdo gjë është e mundur dhe pavarësisht nëse Zoti të rret që të shkosh në Gjermani ose në Zvicër ose në Shqipëri dhe të jep një vizion për të realizuar diçka, sado vështirësi të kesh përpara, ti do realizosh atë gjë, nëse Zoti është me ty, ti do ta arrish ëndrrën tënde. Dhe ndërkohë që kam menduar këto kohë të fundit, kam kuptuar që mesdhetarët dhe shqiptarët, ne jemi ndër vendet mesdhetare, ne kemi shumë ëndra, por pak planen, planifikojnë pak, kurse gjermanët ose Europa qendrore janë njerëz që ndrojnë pak, por kanë shumë plane. Dhe gjermanët si komb janë shumë efektiv, për shkak se çdo gjë e planifikojnë, çdo gjë në jetë është planifikojnë, asgjë nuk është spontane, dhe këtu ata janë shumë efikaz dhe efektiv dhe arrin të bëjnë shumë gjëra, por në përgjithësi nuk janë të lumtur shumica. Sepse njeriu bëhet i lumtur kur realizon një ëndër të tij. Ne si mesdhetar, si shqiptar, ne kemi shumë ëndra, por na mungon pak, jo 100%, por deri diku planifikimin që gjermanët bëjnë. Që të arrish ato ëndra që Zoti ty të ka dhënë, duhet që të planifikosh disa hapa për të shkuar aty. Dhe me Perëndin është Perëndia që vendos ëndra në zemër, por ne kemi nevojë edhe për Perëndin për të hetur hap mbas hapi për të realizuar ato ëndra. Unë të falenderoj shumë dhe lutem vërtet që Zoti të realizojë çdo dëshirë ëndër tuajën, familjes tënde, të drejtojë hapat tuaj, kudo që ai dëshiron të dërgojë. Të presim në Shqipëri. Faleminderit edhe ju për ftesën edhe një herë. Faleminderit, shumë bekim dhe kënaqësi. Faleminderit që ishit me ne në këtë bisedë me doktor Melsi Seferi, një shembull se si besimi mund të qëndrojë i fortë edhe në mes të përgjegjësive të mëdha profesionale larg vendlindjes. Historia e tij në fakt na kujton se pavarësisht ku ndodhemi, Zoti mund të përdorë çdo profesion dhe çdo rrethan për të reflektuar dashurinë dhe dritën e tij. Qëndroni me programin Familja 7.